Ligji votuar me 77 katolinë në turpi kundra Biblës dhe Kuranit pikërisht kolonës vertebrare të kombit shqiptar. Traditës tonë familjare, moralit, besës, kodit të familjes. Është qelsi i artë që do të hapi dyert për një revolucion popullor. Si? Protesta pafund. Firma referendum të tregojnë botës se sado që na keni shkëputur 69% të teritorit, na keni grabitur, i vjedhur 37 ushtri e kanë sulmuar popullin ton, ajo klasë politike importuar nga Serbia dhe nga ambasadori që vetë deklaron se kam qenë i martuar tani bashkëtoj me një burr, dhe kur 27 vende të BE-s, vetëm 24 i kanë thënë jo dhe 3 po, pse u dashka ne të shesim të vetme pasuri që na kanë mbetur, kodin ton moral, familjen, traditën. Është ora që opozita të tregoj se nuk është lojtare në duart e pozitës që e kon me tendera, punësime, me mbyllje dosjesh, me hapje dosjesh. O sot, o kur. Nëse preket edhe familja, ai komp nuk do të ngrejë më kokën kur.